thonja famshme e Vasoposhës, leni kisha xhamia, çet kontekst. Pash konteksti, pikërisht se abuzohet me atë kontekst. Çet kontekst. Pra ju njerëz, ne duhet të jemi të atill. Unë nuk pat ai ortodoksi nuk të obligon, nuk të vënohet që nuk e shkon në kishë. Ja, së vënohet ai. Ama edhe së vënohet të gjenë xhami, ja më çfarë. Ama kur shkon në kishë, nuk ka shë zanë muzikës edhe zanët ku të kres me tranu njerin, se ka arritet e veta. Edhe ai të njëjtën ku, kur vjen në xhami atë, sepse abuzuesit me këtë shprehje nuk marrin konsiderat një fakt, që kur e ka thënë Vasopasha, këtë shprehje nuk ka pasur ndonjë konflikt fetar që ti ndikuar nga kjo për ta thënë. Po këta kosovarët e tonë marrën, komunistat e kanë marrë të na se shkop magjik për me luftu fen. Se përkundrazi në atë kohë njën të gjitha aktet që kanë pas dhe janë bashkëshoqëruar, të gjitha aktet nga një bashkëjetesë fetare, duke filluar që nga akti kryesor që ka qenë pavarësia. Çfarë na paraqit tabloja e pavarësisë? Që shumë besmel që molit, e rënë të ti, shumë i tyra, kanë qenë musliman po, a i ka konvenu me nëjtë mësmëli me gjithate, nuk ka këthy shpinën vatanit, as ortodoksit, as katolikut, ka thonë interesi vatanit është o zëtni mbi gjitha interesi madho këto. Dhe interesi vatanit s'pa në hu për neve fenë, s'pa në qëtë pe feje. Jo, kush pa shkrune, as kërës ka thonë, të rrujnë vatanit e hekun fenë. Kush pa thot kështu? Kush pa thot? Këtu kërkush pa thot. Andaj s'ka nevoj me pasat kompleks. Nuk ka nevoj pasat kompleks.